Atëherë përshëndetje gjithëve, nderuar këshilltarë, nderuar kryetare. Uroj të jeni gjithë mirë si ju ashtu dhe familjet tuaja. Deklaroj të hapur këtë mbledhje të radhës të muajit shtator të Këshillit Bashkiak Durrës me mjet të komunikimit elektronik. Në këtë mbledhje do të shërtojmë dhe miratojmë mbi projekt vendimet e propozuara nga kryetarja e cila zëvendës kryetare e bashkisë që kryen funksionin e kryetarit të bashkisë. Të gjithë materialet siç jeni ndjeni keni marrë me postën elektronike. Ftoj sekretarin e Këshillit të bëjë prezencën. Përshëndetje, të dhëna prezencën Jolanda Mustafaraj. Prezent. Okej. Alfred Morai me email. Ana Lamo me email. Ani Dunishi. Prezent. Hakim Bakaj. Hakim Bakaj është? Prezent. Okej. Zamira Mustafaraj me email. Agim Karaj. Agimi është po shkruajtin çfarë. Adriana Jurgen Zago Silva Aleksi me email. Agim Çorako. Prezent është. Okej. Violeta Medin. Prezent është. Okej. Jurgen Dashi me email. Pamela Bardaj. Pamela është? Edhe Pamela prezent është. Okej. Këdem Përtusha me email. Silvana Kavaja. Prezent. Okej. Ingrid Përloj. Ingrid Përloj. Jo për momentin. Okej. Nurie Gjoni. Prezent. Okej. Ilir Subashi. Prezent është. Okej. Anela Roshi. Prezent Aleta. Okej. Artem Beqire. Jo për momentin. Ariana Kotri. Prezent është. Okej. Etleva Budini. Prezent. Okej. Manus Mani. Prezent është në chat. Okej. Enisa Alvarasi. Prezent. Okej. Ramon Rashi. Present. Albona Begici. Ordes Liperi. Prezent. Okej. Juliana Osmani. Juliana është? Juliana. Okej. Ardian Beza. Prezent. Okej. Oresha Qoshi. Oresha Qoshi është? Jo për momentin. Domora Galliu me email. Esmeralda Gjoraj. Është prezent. Kush? Është prezent. Kush? Të morë. Është prezent, po do me email. Okej, interesant. Esmeralda Gjoraj. Prezent është. Okej. Elio Jani. Prezent. Okej. Leila Çolaku. Prezent. Okej. Alvara Munikaj. Clementina Meci.
Jo, po gjiron sa më stani. Lutem edhe një herë Dori. Valentina Miqi. Prezent është. Okej. Tatro Gjungoli. Prezent është. Okej. Jeni Parabola me email. Petriti Smajlati. Jo për momentin. Berta Koti. Prezent. Okej. Aleksandr Tangonja me email. Shqipona Ibrahimi. Jo për momentin. Mimota Gjengo. Prezent. Okej. Mareta Mendoshi. Prezent. Okej. Fatmir Mërkuri me email. Tutora Kasa. Present. Okej. Nazmi Bodli. Jo për momentin. Valentina Mustafa. Prezent. Okej. Edeva Veçani. Prezent. Okej. Morena Boja me email. Të lutem më verifikoj pak i ndritër lojën se a kam bëjqire. Jo për momentin, asnjëri. As ndritje as partione. Jo. Okej. Kryetar ke 31 këshilltar që u dëgjuan online, ke edhe 13 në postën elektronike email. Faleminderit. Me që kurami është i paranimshëm. Pika që shtrohen sot për shqyrtim dhe miratim në rend ditës janë 19, duke hequr pikën 3, ngelim 18. Vazhdojmë me vitin e rendit ditës. Pika e parë për shqyrtim është për miratimin e familjeve përfitues të ndihmës ekonomike nga fondi i kushtozuar për bllokimin ekonomik deri në 6% dhe fondi nga të ardhurat e bashkisë për muajin shtator 2021. Pika 2 është për miratimin e ndryshimit të vendimit të Këshillit Bashkiak nr. 76 datë 28/6/2021 për sa i përket listës së përfituesve në programin Pallati nr. 458, rruga Bajram Tusha, Durrës, dëmtuar nga fajësia natyrore të armërit të datë 26 nëntor 2019. Pika 3 është hequr nga renditës me kërkesë bashkisë. Pika 4 është për miratimin e përdorimit të fondit për 3.600.000 lekë për objektin studim projektim për rikonstruksionin e rrugës Adria nga rotonda e Urës së Dalanit deri tek rotonda pranë stacionit të trenit. Kushtyhet nga procedura e prokurimit me objekt rikonstruksion rruga Papa Kormenti i 2. Pika 5 është mbi miratimin për prishjen e detyruar të godinës që i përket shkollës së mesme në Infrashi që mban numër 158 të listës së transferimit që me VKM numër 536 datë 1/5/2008 ka kaluar në pronësitë Bashkisë Durrës për shkak se është dëmtuar nga fajësia natyrore datë 26 nëntor 2019 dhe është rekomanduar të prishet të ndërtohet nga para. Kjo sipas aktit ekspertizës të thelluar e hartuar nga studiu shoqëria Arco Studio, SPK dhe oponencës teknike të kryer nga Instituti i Ndërtimit dhe miratimin për heqjen nga kontabiliteti dhe lista përfundimtare të pronës me emërtimin shkolla e mesme në Infrashi që mban numër 158 të listës së transferimit që me VKM numër 536 datë 1/5/2008 ka kaluar në pronësitë Bashkisë Durrës. Pika 6 është mbi miratimin për prishjen e detyruar të godinës që i përket shkollës fillore cikli ulët Kopsh Biz, Mesia Administrative Ishëm që mban numrin 12 të listës së transferimit që me VKM numër 295 datë 2/5/2012 ka kaluar në pronësitë të ish komunës Ishëm sot Bashkia Durrës për shkak se është dëmtuar nga fajësia natyrore datë 26 nëntor 2019 dhe është rekomanduar të prishet të ndërtohet nga para. Kjo sipas aktit ekspertizës të thelluar e hartuar nga studio shoqëria Arco Studio SPK dhe oponencës teknike të kryer nga Instituti i Ndërtimit dhe miratimin për heqjen nga kontabiliteti të lista përfundimtare të pronës me emërtimin shkolla fillore cikli ulët Kopsh që mban numër 12 të listës së transferimit që me VKM numër 295 datë 2/5/2010 ka kaluar në pronësitë të ish komunës Ishëm sot Bashkia Durrës.
Pika 7 është mbi miratimin për prishjen e detyruar të goditjes që i përket shkollës në veçare dhe kopshtit Eftali Koçi që mban numër 150 të listës transferimit që në VGB numër 536 datë 1/5/2008 ka kaluar në pronësitë e Bashkisë Durrës për shkak se është dëmtuar nga fatësia natyrore e tërmetit datës 26 nëntor 2019 dhe është rekomanduar të prishet të ndërtohet nga e para. Kjo sipas akt ekspertizës të thelluar e hartuar nga studio shoqëria Arcon Studio, SHPK dhe oponentës teknike të kryer nga Instituti i Ndërtimit dhe miratimin për heqjen nga kontabiliteti dhe lista përfundimtare të punës me emërtim shkolla e mesme Eftali Koçi që mban numër 150 të listës transferimit që me VGM numër 536 datë 1/5/2008 ka kaluar në pronësitë e Bashkisë Durrës. Pika 8 është mbi miratimin për prishjen e detyruar të goditjes që i përket shkollës së mesme Gjergj Kastrioti që mban numër 157 të listës transferimit që me VGM numër 536 datë 1/5/2008 ka kaluar në pronësitë e Bashkisë Durrës për shkak se është dëmtuar nga fatësia natyrore datë 26 nëntor 2019 dhe është rekomanduar të prishet të ndërtohet nga e para. Kjo sipas akt ekspertizës të thelluar e hartuar nga studio shoqëria Arcon Studio, SHPK dhe oponentës teknike të kryer nga Instituti i Ndërtimit dhe miratimin për heqjen nga kontabiliteti dhe lista përfundimtare të pronës me emërtim shkolla e mesme Gjergj Kastrioti që mban numër 157 të listës së transferimit që me VGM numër 536 datë 1/5/2008 ka kaluar në pronësitë e Bashkisë Durrës. Pika 9 është mbi miratimin për prishjen e detyruar të goditjes që i përket shkollës së mesme Bernardina Qiraxhi që mban numër 164 të listës së transferimit që me VGM numër 536 datë 1/5/2008 ka kaluar në pronësitë e Bashkisë Durrës për shkak se është dëmtuar nga fatësia natyrore e tërmetit datës 26 nëntor 2019 dhe është rekomanduar të prishet të ndërtohet nga e para. Kjo sipas akt ekspertizës të thelluar e hartuar nga studio shoqëria Arcon Studio, SHPK dhe oponentës teknike të kryer nga Instituti i Ndërtimit dhe miratimin për heqjen nga kontabiliteti dhe lista përfundimtare të pronës me emërtim shkolla e mesme Bernardina Qiraxhi që mban numër 164 të listës së transferimit që me VGM numër 536 datë 1/5/2008 ka kaluar në pronësitë e Bashkisë Durrës. Pika 10 është mbi miratimin për prishjen e detyruar të goditjes që i përket shkollës së mesme Orsi Lasku që mban numër 159 të listës së transferimit që me VGM numër 536 datë 1/5/2008 ka kaluar në pronësitë e Bashkisë Durrës për shkak se është dëmtuar nga fatësia natyrore datës 26 nëntor 2019 dhe është rekomanduar të prishet të ndërtohet nga e para. Kjo sipas akt ekspertizës të thelluar e hartuar nga studio shoqëria Arcon Studio, SHPK dhe oponentës teknike të kryer nga Instituti i Ndërtimit dhe miratimin për heqjen nga kontabiliteti dhe lista përfundimtare të pronës me emërtim shkolla e mesme Orsi Lasku që mban numër 159 të listës së transferimit që me VGM numër 536 datë 1/5/2008 ka kaluar në pronësitë të Bashkisë Durrës. Pika 11 është për miratimin e ndryshimit të VGB-s numër 64 datë 7/7/2020 për sa i përket listës zemërore të familjeve përfituese të grantit për rikonstruksionin e banesave të dëmtuara si pasojë e dëmeve të shkaktuara nga fatësia natyrore e tërmetit datës 26 nëntor 2019. Pika 12 është për miratimin e ndryshimit të vendimit Këshillit Bashkiak nr. 55 datë 26/6/2020, VGB-s numër 64 datë 7/7/2020, VGB-s numër 70 datë 20/7/2020, VGB-s numër 115 datë 30/9/2020, VGB-s numër 11 datë 4/2/2021, VGB-s numër 15 datë 22/2/2021. Për sa i përket ndryshimit të listave emërore të familjeve përfituese të grantit për rikonstruksionin e banesave të dëmtuara si pasojë e dëmeve të shkaktuara nga fatkeqësia natyrore e tërmetit të datës 26 nëntor 2010 për shkak të ndryshimit të kategorisë së dëmeve të shkaktuara. Pika 13 është për detajimin e fondit të përfituar në zbatim të vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 514 datë 18/9/2021 për përdorimin e fondit të rindërtimit për financimin e zbatimit mbikëqyrjes dhe kualitetit për rehabilitimin e infrastrukturës së rrjetit të kullimit të zonës Porto Romanos, kornet dhe sistemimin e rrjetit të ujërave të shiut në zonën urbane të qytetit Durrësit dhe caktimin e Bashkisë Durrës si njësi zbatuese. Pika 14 për miratimin e listës së 638 subjekte përfituese që do të përfitojnë masën e grantit të rindërtimit të banesave individuale të dëmtuara nga tërmeti datës 26 nëntor 2010 sipas projektit model. Pika 15 është për miratimin e listës së përfituesve që do përfitojnë nga programi i procesit të rindërtimit për banesat individuale në njësinë administrative nr. 4/5 si në njësinë administrative Strukë Bashkia e Durrës të dëmtuara nga fatësia natyrore e tërmetit të datës 26 nëntor 2010. Pika 16 për miratimin e listës së familjeve përfituese të subvencionimit të qiras të mbetura të pastreja si pasojë shëmbës së banesave të tyre, pallate shkaktuar nga prishjet e tyre sipas ekspertizave të thelluara hartuar nga Instituti i Ndërtimit Tiranë. Pika 17 për miratimin e disa shtesave në aneksin 2 bashkëlidhur vendimit të Këshillit Bashkiak nr. 30 datë 26/3/2021 për sa i përket listës së përfituesve që do përfitojnë nga programi i procesit të rindërtimit për pallati Kastrati, rruga Ramadan Veli, dëmtuar në fatësia natyrore të tërmetit datës 26 nëntor 2019. Pika 18 për miratimin e disa shtesave në aneksin 1 bashkëlidhur vendimit të Këshillit Bashkiak nr. 32 datë 26/3/2021 për sa i përket listës së përfituesve nga programi i procesit të rindërtimit për 4 banesa kolektive, lagje 17, rruga Lura, pallatet numër 1 dhe 3 dhe rruga Ahmet Daki, pallatet numër 15 dhe 23, dëmtuar nga fatësia natyrore e tërmetit datës 26 nëntor 2019.
Pika 19 për miratimin e disa shtesave në aneksin bashkëlidhur vendimi i Këshillit Bashkiak nr. 77 datë 28/6/2021 për sa i përket listës përfituese nga programi i procesit të rindërtimit për pallatin nr. 3, 5, 7 Rruga Bashkimi, pallatin nr. 1 Rruga Demokracia, pallatin nr. 2 Fraksion 1 Rruga Progresit, pallatin nr. 6 Rruga Millennium dhe pallatin nr. 4 Rruga Minjerës në njësinë administrative Manës dhe dëmtuar fatësia natyrore të Ahmetit datë 26 nëntor 2019. Atëherë ky ishte rendi i ditës. Kush ka ndonjë koment para se ta hedhim votim? Atë nuk ka koment, kështu është promi atimit e rendit ditës. I lutem votoni, kush është promi atimit e rendit ditës? Kundra? Abstenim? Atëherë votoni, ju lutem gjithë kush nuk ka votuar ende. Jeni të lutem, a konfirmon pak votimin? Janë ende duke votuar kolegët. Momentalisht kemi vetëm një abstenim në rendin e ditës dhe të tjerë kolegët kanë votuar pro. Atëherë ka një më pa votuar akoma? Votimi përfundoi. Atëherë me një abstenim me gjitha votat e tjera pro, miratohet rendi i ditës dhe 14 janë në email. Miratohet rendi i ditës. Vazhdojmë me shqyrtimin e pikës 1. I jepet fjala për pikën 1 Komisionit Barazisë Gjinore dhe Mëshirës Sociale, kryetare zonja Klementina Meçi. Zonja Meçi. Keni është lidhur zonja Meçi? Po, në linjë është, por nuk dëgjohet, mikrofonin e ka të hapur, por nuk dëgjohet. Ja po pritet tam prap. Lidhet. Kush është në kryetari? Atëherë zonja Meçi nuk e di, ke problem teknik. Mund ta kaloj fjalën tek nën kryetaria zonja Jolanda Mustafaraj. Po, Kleat, lutem edhe pak më lart zërin. Okej. Okej, Faleminderit kryetar. Përshëndetje të gjithë. Komisioni i Barazisë Gjinore dhe Mirëqenie Sociale nëpërmjet komunikimeve elektronike mori në shqyrtim pikën e parë të rendit të ditës dhe vendosi që të miratoj përfitimin e ndihmës ekonomike nga të ardhurët gjyqësore për 91 familje, miratimin e ndihmës ekonomike nga fondi 6% për 18 familje, të hiqet nga skema një familje dhe të futet në skemë 3 familje të tjera për muajin shtator. Nga sa më sipër, komisioni vendosi me vota unanime miratimin e projekt vetimi dhe kalimin të votimit në mbledhjen e ditës së sotme. Faleminderit. Faleminderit. Komente për sa i përket pikës 1 të rendit ditës ka? Nuk ka, atëherë kalojmë votim. Kush është promi atimit të pikës 1 të rendit ditës?
Kundra? Abstenim? Ju lutem votoni të gjithë. Kush ka ngel pa votuar të lutem votoj. Neda mund na konfirmosh votimin? Deri tani kolegët të gjithë kanë votuar pro pikës. Janë ende duke votuar. Ju lutem votoni sa më shpejt. Artoni është prezent. Atëherë besoj që është mbyllur, Eneda, apo po votojmë ende? Janë ende duke votuar. Ju lutem votoni kush ka votuar ende. Kolegët kanë votuar dhe të gjithë janë pro pikës 1. Atëherë me të gjitha votat unanime pro, miratohet pika 1 e renditës, kalojmë në shërbimin e pikës 2 të renditës dhe jepet fjala për vendimin e pikës 2 Komisionit Trajtimit dhe Shërbimeve Publike. Zoti Telojani. Prokurotar, faleminderit. Përshëndetje të gjithëve. Komisioni i Trajtimit dhe Shërbimeve Publike mori në shërbim pikën 2 të renditës dhe me shumicë votash miraton propozimin e saj. Gjithashtu, komisioni ka 2 kërkesa ndaj bashkisë, nga administrata më saktë. Kërkesa parë është në rastin kur komisioni i ankesave drejton Këshilli Bashkiak antar të komisionit tonë. Raste të tilla kërkojmë nga antarët e komisionit të ankesave të jenë më të qartë dhe më eksplicit në vendimarrjen e tyre. Edhe e dyta është në mbledhjen e kaluar ka qenë një pikë renditës që ne reaguar për një qytetar Enver Yusufi. Është rasti po njësoj si ky sotmi. Kërkoj që mbledhja e ardhshme të futet edhe rasti të personit Enver Yusufi. Kaj, faleminderit. Faleminderit. Komisioni rregulluar çështje juridike. Zonja Alnida Roshi. Komisioni rregullor të çështjeve juridike pasi u mblodh dje për shqyrtimin e pikës 2 të rendit të ditës në lidhje me ndryshimin e VKB-s 76, propozon me shumicë votash për ta kaluar në votim. Faleminderit. Faleminderit. Komente për sa i përket pikës 2 nga ana e këshilltarëve ka? Atëherë nuk ka, kalojmë votim. Kush është për miratimin e pikës 2 të renditës? Kundra? Abstenim? Ju lutem votoni kush nuk ka votuar ende. Atëherë kush nuk ka votuar ende të votojë? Eneda mund na konfirmosh pak votimin tuaj? Deri më tani kemi vetëm një abstenim pikës 2 dhe kolegët e tjerë janë pro. Është mbyllur procesi apo vazhdon? Vazhdon. Ju lutem kush nuk ka votuar të votojë? Besoj Denisa ishte e fundit. Marieta po, Artjan. Ju lutem votoni kush nuk ka votuar ende.
Atëherë është mbyllur procesi i votimit. Me një abstenim e gjitha votat e tjera pro, miratohet pika 2 e rendit ditës. Kalojmë në pikën 4, pasi pika 3 është hequr me kërkesë bashkisë nga rendi i ditës. Jepet fjala për pikën 4, Komisioni i Buxhetit, Financës, Taksave dhe Tarifeve, zonja Pamela Bardha. Faleminderit zoti kryetar, mirëditë të gjithëve. Komisioni i Buxhetit, Financës dhe Taksave Tarifave, pasi shurtoi relacionin dhe projekt vendimin e përgatitur nga Drejtoritë Përkatëse, vendosi me të gjitha votat pro miratimin të fondit prej 3.600.000 lekë për objektin studim projektim për rikonstruksionin e rrugës Adria, nga rotonda e Urrës së Dajlanit deri tek rotonda pranë stacionit të trenit. Fond ky i cili do të merret nga kursimet e procedurës së prokurimit publik të objektit të rikonstruksion në rruga Papa Klementi i dytë. Faleminderit. Faleminderit. Komisioni i Zhvillimit Urban dhe Përdorimit të Tokës, zonja Velçani. Zonja Velçani. Eni është në linjë zonja Velçani? Po, në linjë është, por nuk dëgjohet për momentin, mikrofonin e ka të hapur. Atëherë Velçani? Ja se po i tenton të edhe një herë. Eva. Nuk dëgjohet Leva. Ta t'japim kohë 1 minutë. Përshëndetje, më dëgjoni? Po Leva. Po Leva, mund të flasësh. Përshëndetje, më dëgjoni? Po Leva, mund të flasësh. Po, se unë nuk dëgjoj prandaj. Edhe Komisioni i Zhvillimit Urban dhe Përdorimit të Tokës, pasi shëritoi relacionin, është dakord për kalimin në votim të pikës 4. Faleminderit. Faleminderit edhe ju. Atëherë komente për sa i përket pikës 4 kemi nga këshilltar? Nuk kemi, kalojmë votim. Kush është për miratimin e pikës 4 të ditës? Kundra? Abstenim? Ju lutem votoni. Ju lutem kush ka ngelur pa votuar të votoj. Jeni mund ma konfirmosh procesin? Deri më tani kolegët janë duke votuar, nuk ka asnjë kundër, asnjë abstenim, pro. Janë ende duke votuar. Ju lutem kush nuk ka votuar të votoj. Atëherë besoj që të gjithë kanë votuar. Me asnjë vot
kundra asnjë abstenim, të gjitha pro, miratohet e pika 4 e rendit ditës. Kalojmë në shurtimin e projektvendimit pikës 5 e rendit ditës. I kalojmë fjalën Komisionit Rregulluar dhe Çështjeve Juridike, zonja Salnida Rushi. Komisioni Rregullor dhe Çështjeve Juridike në lidhje me pikën 5 votoi në mënyrë unanime për ta kaluar në ditën e sotme. Faleminderit. Komisioni Prona Publike, Transportit dhe Trafikut Rrugor, zëra Denisa Luarasi. Përshëndetje, edhe Komisioni Prona Publike, Transportit dhe Trafikut Rrugor votoi unanimisht që pika 5 kaloi për miratim në mbledhjen e sotme. Faleminderit. Komente për sa i përket pikës 5 e ditës ka nga ana këshilltare? Nuk ka, të kalojmë votim. Kush është për miratimin e pikës 5 e ditës? Kundra? Abstenim? I lutem votoni kush nuk ka votuar. Dhe besoj që kanë votuar gjithë dhe Neda, më nga përshmosh? Të gjithë kolegët kanë votuar pro pikës 5. Atëherë me të gjitha votat pro, miratohet e pika 5 e rendit ditës, kalojmë në shurtimin e pikës 6. Japem fjalën Komisionit Rregullor dhe Çështjeve Juridike, zonja Salnida Rushi. Komisioni Rregullores në lidhje me pikën 6 për miratimin për prishjen e detyruar të shkollës fillore cikli ullët njësi administrative ishëm, propozon në mënyrë unanime për ta kaluar pikën 6 të rendit të ditës. Faleminderit. Faleminderit. Komisioni Prona Publike, Transportit dhe Trafikut Rrugor, zëra Denisa Luarasi. Edhe komisioni ynë votoi unanimisht që pika 6 kaloi për miratim në mbledhjen e sotme. Faleminderit. Komente për sa i përket pikës 6 kemi nga ana këshilltare? Nuk ka, të kalojmë votim. Kush është për miratimin e pikës 6 e rendit ditës? Ju lutem votoni. Kundra? Abstenim? Ju lutem kush nuk ka votuar të votoj. Eni mund nga konfirmosh? Janë edhe duke votuar kolegët, deri tani nuk ka asnjë kundër asnjë abstenim. Ju lutem kush nuk ka votuar ende të votojë. Atëherë, lutra ishte e fundit, besoj kanë votuar gjithë Neda, nuk ka më këshilltare. Atëherë me të gjitha votat pro, asnjë kundër, asnjë abstenim, miratohet pika 6 e rendit ditës. Kalojmë në shurtimin e pikës 7. Japem fjalën Komisionit Rregullor dhe Çështjeve Juridike, zonja Salnida Rushi. Komisioni Rregullores në lidhje me pikën 7 për miratimin për prishjen e detyruar së godinës së shkollës tëmbëqare Ftali Koçi, propozon në mënyrë unanime për ta kaluar në ditën e sotme. Faleminderit. Faleminderit. Komisioni Prona Publike, Transportit dhe Trafikut Rrugor, zonja Denisa Luarasi.
Edhe komisioni ynë për pikën 7 përsëri ra dakord që të kaloj sot në votim. Atëherë komente për sa i përket pikës 7 e ndjes nga ana e këshilltarëve kemi? Nuk kemi, kalojmë në votim. Kush është për miratimin e pikës 7 e ditës? Kundra? Abstenim? Ju lutem votoni kush nuk ka votuar. Ju lutem kush nuk ka votuar të votoj. Ne do të lutem të konfirmon pak nëse procesi ka mbaruar apo vazhdon. Kolegët kanë votuar të gjithë pro pikës 7, nuk ka përfunduar ende procesi i votimit. Ata kush ka ngelur pa votuar, po Pameli ishte fundit besoj. Atëherë me gjitha votat pro, asnjë kundër, asnjë abstenim, miratohet dhe pika 7 e ditës. Kalojmë në shkurtimin e pikës 8 e ditës. Japim fjalën Komisionit Rregullore të Çështjeve Juridike zëvendës Alnita Roshi. Në lidhje me pjesën 8 të merantimin për prishjen e detyruar të godinës së shkollës së mesme Gjergj Kastrioti, Komisioni Rregullor të Çështjeve Juridike propozon në mënyrë unanime për ta kaluar në votim. Faleminderit. Faleminderit. Komisioni Prona Publike, Transport dhe Trafikut Rrugor, zona Denisa Luarasi. Edhe komisioni ynë i pronave publike, transport dhe trafikut rrugor ra dakord që të kaloj sot në votim. Ka. Faleminderit. Komente për sa i përket pikës 8 e ditës kemi nga ana e këshilltarëve? Atëherë nuk kemi, kalojmë në votim. Kush është për miratimin e pikës 8 e ditës? Kundra? Abstenim? Ju lutem votoni kush nuk ka votuar. Ju lutem kush ka ngelur ende pa votuar, të votoj. Eneta ma konfirmon nëse ka ende këshilltar në proces. Kolegët kanë votuar gjithë pro për pikën 8. Ka përfunduar votimi. Okej. Vetëm Atëherë me të gjitha votat pro, miratohet edhe 15 me email, miratohet edhe pika 8 e endit ditës. Kalojmë në shkurtimin e pikës 9 të endit ditës. Japim fjalën Komisionit Rregullor të Çështjeve Juridike zëvendës Alnita Roshi. Komisioni Rregullore në lidhje me pikën 9, merantimin e prishjes së detyruar të shkollës së mesme Bernardina Gjyraxhi, sipas ekspertizës së thelluar dhe abonencës teknike, propozon në mënyrë unanime për ta kaluar në votim. Faleminderit. Faleminderit. Komisioni Prona Publike, Transport dhe Trafikut Rrugor, zona Denisa Luarasi. Edhe komisioni ynë votoi unanimisht që pika 9 kaloi në votim rendit sot ditë. Në mbledhjen e sotme. Faleminderit. Komente për sa i përket pikës 9 ka nga ana e këshilltarëve? Atëherë nuk ka, kalojmë votim. Kush është për miratimin e pikës 9 të endit ditës? Ju lutem votoni.
Kundra. Abstenim. Lutem kush ka ngjerë pa votuar të votoj. Jeni të lutem ma konfirmoni. Kolegët kanë votuar gjithë pro, si përshëndet. Mbaron përçesë? Ka mbaruar përçesë? Po, mbaroj. Atëherë me gjitha votat pro, miratohet e pika 9 e rindi ditës, kalojmë në shkurtimin e pikës 10. Japim fjalë Komisionit Rregullor të Çështjeve Juridike zëres Anida Rushi. Komisioni Rregullor në lidhje me pikën 10 propozon në mënyrë unanime për ta kaluar në votim. Faleminderit. Faleminderit. Komisioni Pronë Publike Transportit dhe Trafikut Rrugor, Zona Denisa Leorasi. Edhe komisioni ra dakord që të kaloj sot në votim pika 10. Komente për sa i përket pikës 10 nga ana këshilltarëve kemi? Atëherë nuk ka, kalojmë votim kush është për mjaftimin e pikës 10 e ditës. Kundra? Abstenim? Ju lutem votoni. Jeni të lutem ma konfirmoni sa po të mbyllet procesi. Atëherë, jeni ma konfirmon? Kolegët kanë votuar pro pikës 10, nasim dhe 2 kolegë që po votojnë. Votimi përfundon. Atëherë, përfundoi atëherë me gjitha votat pro miratohet e pika 10 e ditës. Kalojmë në shkurtimin e pikës 11 e ditës, si japim fjalën Komisionit të Trajimit dhe Shërbimeve Publike, zoti Lojani. Pakurtar, faleminderit. Edhe për pika 11, Komisioni të Trajimit dhe Shërbimeve Publike është dakord me propozimin e bashkisë. Faleminderit. Faleminderit. Komisioni Rregullor të Çështjeve Juridike zëres Anida Rushi. Komisioni Rregullor në mënyrë unanime propozon për kaluar pikën 10 në votim. Faleminderit. Faleminderit. Komente për sa i përket pikës 11 e ditës ka nga ana këshilltarëve? Atëherë nuk ka, kalojmë votim kush është për miratimin e pikës 11 e ditës. Kundra? Abstenim? Votoni të gjithë kush ka ngelur pa votuar ende.
Jeni më konfirmon nëse venduar për ti. Kolegët kanë votuar të gjithë pro kontestimin. Atëherë me gjitha votat pro, miratohet e pika 11 deri në ditës. Kalojmë në shërtimin e pikës 12 deri në ditës, japë fjalën Komisionit të Shtrejimit të Shërtimit Publik të Italian. Faleminderit kryetar. Edhe për pikën 12, Komisioni Shtrejim Shërbime Publike është dakord me propozimin e bashkisë. Faleminderit. Faleminderit. Komisioni Rregullor dhe Çështje Juridike, zonja Nilda Roshi. Komisioni Rregullor dhe Çështje Juridike propozon në mënyrë unanime për ta kaluar pikën 12 të rendit të ditës. Faleminderit. Faleminderit. Komente për sa i përket pikës 12 nga ana këshilltarëve kemi? Atëherë nuk ka, kalojmë votim kush është për miratimin e pikës 12 të rendit të ditës. Kundra? Abstenim? Miru në votoni kush ka ngelur pa votuar? Kolegët kanë votuar pro pikës 12. Faleminderit. Pra, si kundra asnjë abstenim, miratohet dhe pika 12 e rendit të ditës. Kalojmë në shërtimin e pikës 13, japim fjalën Komisionit Buxhetit, Financës, Taksave dhe Tarifeve zonjës Pamela Bardhaj. Faleminderit. Edhe për pikën 13, komisioni jon vendosi pro miratimit të saj me të gjitha votat unanime. Faleminderit. Faleminderit. Komisioni Zhvillimit të Urban dhe Përdorimit të Tokës, zonja Tea Veçani. Po, dhe Komisioni i Zhvillimit Urban dhe Përdorimit të Tokës ra dakord me vota unanime për kalimin në votim. Faleminderit. Faleminderit. Ka për sa i përket pikës 13, kemi komente nga ana e këshilltarëve? Atëherë nuk ka, kalojmë votim kush është për miratimin e pikës 13 e ditës. Kundra? Abstenim? Kemi të lutem, a konfirmon votimin? Kolegët janë ende duke votuar. Deri më tani kemi gjithë kolegët të cilët kanë votuar pro, asnjë kundra dhe asnjë abstenim. Dhe kush ka ngel pa votuar të votoj? Atëherë ishte fundit. Atëherë me gjitha votat pra asnjë kundër asnjë abstenim, miratohet dhe pika 13 e rendit të ditës. Kalojmë në shërtimin e pikës 14 të rendit të ditës. Japim fjalën Komisionit të Shtrejimit të Shërbimeve Publike, zonja Deliani. Faleminderit kryetar. Edhe për pikën 14, Komisioni Shtrejim Shërbime Publike është dakord me propozimin e bashkisë. Zodiani. Dëgjojmë. Po dëgjohesh. Jeni të dëgjojmë? Po dëgjojeni.
Edhe për pikën 14, Komisioni i Trajimit të Shërbimeve Publike është dakord me propozimin e bashkisë. Faleminderit. Faleminderit, zoti Jani. Komisioni Rregulluar dhe Çështje Juridike, zoti Jani Daroshi. Komisioni Rregullor në lidhje me pikën 14 me miratimin e listës së 38 subjekteve përfituese nga programi i ndërtimit propozon në mënyrë unanime për ta kaluar në votim. Faleminderit. Jeni dëgjohem? Po dëgjohesh. Dhe komisioni i rregullorës është dakord për kalimin e kësaj pike për votim. Okej, s'u dëgjoja unë punë. Ata komente për sa i përket pikës 14, kemi nga ana këshilltare? Nuk kemi, atëherë kalojmë votim. Kush është për miratimin e pikës 14 të ditës? Të kemë probleme me linjën. Kolegët kanë votuar pro pikës 14, nuk ka asnjë kundra dhe asnjë abstenim. Aktualisht janë edhe duke votuar. Atëherë jeni dëgjohem tash? Po dëgjohesh. Faleminderit. Atëherë mbyll votimi për pikën 14 e ditës, me gjitha votat pro, asnjë kundër, asnjë abstenim, jetohet dhe pika 14. Kalojmë në shërtimin e pikës 15. Japim fjalën Komisionit të Trajimit të Shërbimeve Publike, zoti Lejani. Faleminderit kryetar. Edhe për pikën 15, Komisioni i Trajimit të Shërbimeve Publike është dakord me propozimin e bashkisë. Faleminderit. Komisioni Rregullor dhe Çështje Juridike, zoti Jani Daroshi. Alina, tu hap mikrofonin. Atëherë nuk po lidhem dot me zonën Roshi. Kam probleme me telefonin. Komisioni Rregullor dhe Çështje Juridike në lidhje me pikën 15 propozon në mënyrë unanime për ta kaluar në votim. Faleminderit. Faleminderit. Komentet e pikës 15 kemi nga ana këshilltare? Nuk kemi, kalojmë votim. Kush është për miratimin e pikës 15 të ditës? Kundra? Abstenim? Lutem votoni kush nuk ka votuar. Ju lutem kush nuk ka votuar votoj. Eni mu ma konfirmosh ka proces votimi në këshilltar? Kolegët janë ende duke votuar dhe momentalisht të gjithë janë pro pikës 15. Atëherë kush nuk ka votuar në të votoj. Procesi i votimit përfundoi. Atëherë me gjitha votat pro, asnjë kundër, asnjë abstenim, jetohet dhe pika 15 e ditës. Kalojmë në shërtimin e pikës 16. Japim fjalën Komisionit të Trajimit të Shërbimeve Publike, zoti Lejani. Faleminderit kryetar. Edhe për pikën 16, Komisioni i Trajimit të Shërbimeve Publike është dakord me propozimin e bashkisë. Faleminderit.
Faleminderit, zoti Jani, Komisioni Rregullore të Çështjeve Juridike, zonja Roshi. Gjithashtu edhe Komisioni Rregullore të Çështjeve Juridike në lidhje me pikën 16 propozon në mënyrë unanime për ta kaluar në votim. Faleminderit. Faleminderit. Komente për sa i përket pjesë 16 nga ana e këshilltarëve ka? Nuk ka, atëherë kalojmë në votim. Kush është pro miratimin e pjesës 16 të rendit ditës? Kundra? Abstenim? Ju lutem votoni kush nuk ka votuar. Jeni ma konfirmoni, po përfunduar për çështjen. Kolegët kanë votuar të gjithë pro pikës 16. Atëherë miratohet në pikën 16 e ditës me gjitha votat pro, si kundër as abstenim. Kalojmë në shqyrtimin e pikës 17. Japim fjalën Komisionit Krijimit të Shërbimeve Publike zoti Leriani. Faleminderit kryetar. Komisioni i Shërbimeve Publike është dakord me propozimin e bashkisë. Faleminderit. Atëherë Komisioni i Rregullore të Çështjeve Juridike, zonja Anita Roshi. Edhe Komisioni Rregullor të Çështjeve Juridike në lidhje me pikën 17 propozon në mënyrë unanime për ta kaluar në votim. Faleminderit. Faleminderit. Komente për sa i përket pikës 17 nga ana e këshilltarëve keni? Atëherë nuk ka, kalojmë votim. Kush është pro miratimin e pikës 17? Kundra? Abstenim? Ju lutem kush nuk ka votuar të votoj. Jeni ka ndër proces votimi këshilltar? Kolegët kanë votuar pro pikës 17 dhe janë edhe disa kolegë të cilët po votojnë ende. Ju lutem votoni. Përfundoj votimin. Atëherë, me të gjitha votat pro, asnjë kundër, asnjë abstenim, miratohet pika 17 e rendit ditës. Kalojmë në shqyrtimin e pikës 18 të rendit ditës. Japim fjalën Komisionit të Krijimit të Shërbimeve Publike zoti Leriani. Po kryetar, edhe për pikën 18 të rendit ditës, Komisioni i Shërbimeve Publike është dakord me propozimin e bashkisë. Faleminderit. Komisioni Rregullor të Çështjeve Juridike, zonja Roshi. Edhe Komisioni Rregullor në lidhje me pikën 18 propozon në mënyrë unanime për ta kaluar në votim. Faleminderit. Faleminderit. Për sa i përket pikës 18, kemi ndonjë koment nga ana e këshilltarëve? Nuk ka, atëherë kalojmë në votim. Kush është për miratimin e pikës 18 të rendit ditës? Kundra? Abstenim? Ju lutem votoni kush nuk ka votuar ende. Jeni ma konfirmon votimit lutem. Deri më tani kolegët kanë votuar pro pikës 18, janë ende disa kolegë të cilët po votojnë. Përfundoj votimin. Atëherë faleminderit, me të gjitha votat pro, asnjë kundër, asnjë abstenim, miratohet pika 18 e rendit ditës. Kalojmë në shqyrtimin e pikës 19 dhe të fundit të rendit ditës.
Javi fjalën Komisionit të Drejtimit dhe Shërbimit Publik Zotit Eliani. Faleminderit kryetar. Edhe për pikën 19, Komisioni i Drejtimit dhe Shërbimit Publik është dakord me propozimin e bashkisë. Faleminderit. Faleminderit. Komisioni Rregullor të Çështjeve Juridike, Zona Roshi. Lutem Alneda, mikrofoni. Zona Roshi. Në lidhje me pikën 19, Komisioni Rregullor të Çështjeve Juridike propozon në mënyrë unanime për ta kaluar në votim. Faleminderit. Faleminderit. Për sa i përket pikës 19, kemi ndonjë koment nga ana e qytetarëve? Nuk kemi, atëherë kalojmë në votim. Kush është për miratimin e pikës 19 të ditës? Kundra? Abstenim? Ju lutem votoni të gjithë kush nuk ka votuar. Jeni mund të na konfirmosh, vazhdon procesi i votimit apo ka përfunduar? Ende nuk ka përfunduar. Kolegët kanë votuar pro pikës 19, asnjë kundër, asnjë abstenim. Atëherë me gjitha votat pro, asnjë kundër, asnjë abstenim, miratohet e pika 19 e ditës. Nëse kryetaria ka diçka për shtuar. Ju falenderoj. Desha të jap një serim për shkollat, meqense u bë miratimi i vimit procedurave për shembjen e tyre. Objektet e Ftali Koçi dhe Bernardina Qeraxhi janë gati për të filluar punën. Është zgjedhur dhe firma fituese dhe ishte vetëm ky ngërçi i dokumentacionit ligjor që duhej miratimi në Këshill për të vijuar punën, ndërsa objektet e gjimnazeve Naimi Gjergji dhe Ursi Lasku janë në fazën e fundit të përfundimit të projekteve ekzekutive. Pastaj do të bëhet gara po nga UNDP-ja dhe do të fillojë puna në terren. Ne që javën tjetër do të fillojmë në zbardhjen e këtyre vendimeve, do të fillojmë procesin e shembjes së objekteve në mënyrë që të kemi kantierin dhe sheshin gati për të filluar puna sa më parë. Ju faleminderit. Faleminderit kryetare, i falenderoj të gjithë këshilltarët e pranishëm mbledhje. Për mbledhjet e ardhshme do njoftohen në rrugë elektronike nga Sekretaria e Këshillit. Ju falenderoj të gjithëve dhe mbledhjen deklarohet mbyllur, jemi së shpejti.